Të themi të vërtetën, kemi pasur shumë shqetësime me këto tronditit e këto gjërat. Qika ambjenti është shumë i ndotur me gazra dhe këto. Ca tymi këtejna për këto rrugë nuk janë në rrugë të amen, pak të hedhin qik sabja qa dhe të bëjnë, të ngrijet shumë tymë. Këto shqetësime kemi ne. Do tokat kryesore, do të ambjentit? Do të pemt, tokat të mbjellra. Tymi i shkatëron të mbjellra. Po gazi, era gazi. Edhe era gazi shkatëron e më shumë, se hajtë se tjera të rregullohen, po neve, po ikëm neve, me asnjë vend s'punoj dot. Është problem për fëmijët, familjarë? Po, është shumë problem, shumë problem. Janë afër puset me shtëpitë, me banesat? Janë afër, po këto kanë qenë gjinkohën e verit dhe s'kemi që t'i bëjmë. Për sa vite shkoj kjo situatë? Që kur është shprishu sistemi. Po kompania që i shfrytëzon janë ankuar? Po jemi ankuar, po se do kam bërë ca gjëra dha, po si kam bërë aq sa duhen. Do t'ishte bërë më mirë? Akoma më mirë. Me këtë pasuri që kemi ne, t'ishim asfalt komplet tu. Edhe të kishte ujë pa bollek tu, edhe uji është me orar. Unë jam Abedin Hoxha, nga fshati Zharës. Jam dhe kryeplaku i fshatit. Tani shqetësimet tona janë nga më të ndryshmet. Qoftë nga ambienti, nga gazrat, qoftë nga plurat, siç kemi edhe rrugën këtu, siç e shikoni. E kemi bërë problem kush e disa herë për këtë rrugën për të shtruar, kemi bërë edhe një takim me përfaqësuesit e Bankersit. Na kanë thënë që do ta rregullojmë. Si përfundim, po bën kaq vjet, e sot e kësaj dite është në këtë gjendje. Çfarë problemi ka? Cili është shqetësimi juaj për këtë rrugë? Problemi është se ngrihen plura shumë. Edhe këto plurat, grimcat e gurëve, të çakullit, i thith njeriu. Tashi Sa ne familje kemi, janë që e bujnë? po, këtu janë rreth 15 familje. Tani problemi është për sa përket fëmijëve të vegjël, niprave dhe mbesave. Se mirë e të moshorive, hajde dhe. Po. Cili është shqetësimi juaj kryesor? Shqetësimi vetëm kjo. Ka ngrihen plura shumë dhe shoferat e Bankersit ecin me shpejtësi të madhe. Ecin me shpejtësi. E kemi bërë problem kush di se sa herë, edhe nuk është bërë në gjë deri tani. Ky është shqetësimi jonë. Për sa i përket, jo, këta të Bankersit. Edhe tuajt, kinest. Edhe kinest. Çfarë bën kinest? Po, iken me shpejtësi të madhe. Me 100 e ca, iken me këtë rrugë me 100 e ca, plurin qell. Keni tentuar t'i ndaloni? Kemi tentuar, por nuk ndalojnë. Jemi ankur të zyra ankesave dhe nuk kanë reaguar. Prap vazhdojnë atë punë, ecin me shpejtësi. Sa larg është shtëpia juaj nga ky rrugë? 50 metra larg. Një, e dyta, për sa i përket gazrave, gazit. Gazi sidomos gjatë dimrit edhe gjatë darkës, por e su e qojnë kështu kastile. Nuk rrit dot të helmojnë gazi. Janë bërë të gjithë banorët e Zharës me karbon gjak. E gjuna është turpikos, jemi viti 2025. Edhe mos të merret në një farmase për ndotjen. Nuk po thot njeri, domethënë pse punon, pse çfon pusin apo pse e nxjerr naftën. Po rregullo ambientin. Po. Po kemi një brembesa, janë shqetësime kanë, nga më të ndryshmet. Qoftë nga frimarja, qoftë nga gjitha anët. Edhe janë fëmijë të vegjël. Mirë ne të moshuart, e thash edhe ne të moshuart, hajde de. Po edhe ne jemi bërë me azmë, nga grimcat e gurëve, të plurit. Po bërë vite, mos të them 10-15 vjetë, që vazhdojnë e njëjta gjendje, edhe nuk merret asnjë farmase, nga ndërmarrja e Bankersit. Po, jemi ankuar edhe në zyrën e ankesave kemi bërë, që ndodhet Marinës, edhe nuk kam bërë në një gjë deri tani. Po, probleme më i madh e kemi vetëm për rrugën këtu. Nuk është zgjidhja ajo njomja. Se njomja ose lagja
e rrugës, njëherë vjen ai boti, njëherë nuk vjen. Zgjidhja më e saktë është të asfaltohet. Këtë kemi kërkuar. 2 kilometra rrugës. Këtu plus që dëmtojnë familjarët, plus që dëmtojnë të mbjellat e fermerëve, jo yonxha, jo tërfili, bën me plur, edhe as baktia nuk e ha. Prandaj Çfarë problemi keni? Po ja këtë thashtu që gazrat qus, gazrat e pusit, po qus, çfarë problemi kemi ne? Sa afër shtëpisë keni punë? Ka edhe afër, ka edhe larg, me 100 ca metra kështu. Çfarë ndodh? Është gazi hidhur e kam dhafin. Elmus, e. E aty na i kemi frikë shumë. Kur fryera i kthejmë mbyllim dyert dritare se po t'jesh aty afër aty vdesja, po ne jemi çik në poshtë. Kur fry jug që kthejnë na vjen. Ka njerëz të smur, jeni ankuar? Të smurimi tërne. Se, Po kemi koronare drejtje që s'kemi bërë ne të smurimi tërë, me tension të lartë jam unë me gjitha. Smurimi, po s'kemi qa bëjmë si kim dot. Ikim në i vend aty, s'kemi pensionistë. prej sa kohës ndodh kjo situatë? Po kjo gjithë kohën, kështu ka qenë, po tashi sa vinë rëndohet më shumë. Rëndohet më tepër situata. Po rëndojmë ne, Jeni ankuar? jo, si me ankuar. Po kam i vlau, thot, ankojmë, thot, mos na japi na një gjep për ndotja bjendi kështu, po leshtës, s'kemi marrë kur. Veme ankojmë ati, thot, po unë s'lëvis kështu. Që këta bankën se këta. Nuk kemi ankuar. Po rruga? Ndotjet nga rruga, nga pluri. Sigurisht për kasin edhe për ne jemi qik largë fakt nga rrugët. Nuk është shumë. I për kasin në njerë ato, në njerë i largë shumë tymë. Jo, është problem për mbjellat, pluri. Për mbjellat po unë s'kam mbjellë se jam pensionit për vete 8 vjeqë. Jo, ashtu është. I përish. Çfarë problemi keni? Për rrugën kam problem, është një rrugë me kaldrem, kështu e gjithmonë prishet, gjithmonë asnjëherë nuk riparohet. Plur dunjaja është me gropa, atje kalojnë makinat e naftës, Kalojnë makinat e rënda? po kalojnë atje të petrolit, të bankrësit, kalojnë makina gjithmonë atë të rënda, të lehta, të vogla, gjithandaj. Sa problemi? Edhe nuk, Dhe prej sa kohës vazhdon? ajo ashtu ka qenë gjithkohën. Gjithkohën ashtu ka qenë ajo rrugë. Jeni ankuar? Nga grupi ka qenë Kush tjetër. që të riparohet? Po ku ti kërkojnë me përveç bashkisë? Jo do e bëjmë, jo e ka nafta, e ka Alpetroli thotë jo se kemi ne ka bashkia, e hedhin kështu tek njëri tjetri. Edhe asgjë. Ashtu ngelet ajo. Po ndotjet nga hidrokarburi, Ndotjet del gaz në një vendet në nga këta të bankers, po e kanë vend flakën e djegin ata. Se kanë kuan ata protestuan atje, e kanë ndezur tani, kanë ngritur lart edhe e djegin. Sa shqetësuese? Po sa, po si do e masun, sa shqetësuese është. Jo, keni problem ju familjar? Po problem rrugën e kemi në aty, po të filluaj një shihet në s'kalon det me. Tani që është thatësir, aty të mbëtymi, gjithandaj, është njitur me shpinë.